Tash e kemi edhe një takim të radhës, se kësaj radhe është me Donald. Mirëmëngjesi Donald, linja për ty. Mirëmëngjesi Agnesa dhe për ju në studio dhe gjithë shikuesit që janë zgjuar me ne dhe na përcjellin vazhdimisht. Jam në shoqatën Miqtë e Amerikës, ku pranë meje kam Agim Rexhepin nga kjo shoqatë dhe do të na tregojë më gjërësisht rreth diasporës së Amerikës dhe bashkëpunimit me Kosovën. Nderuar, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve, faleminderit që po më japni mundësi më shpreh për një temë edhe për një shtet shumë të fuqishëm, një shtet aleat, një shtet sponsorizuar shtetit Kosovës, një shtet që po na mbron edhe sot me sigurinë të armën, posaçërisht është nder të flasësh për bashkëdhëtarët tanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa janë bashkëpunues diaspora e Amerikës, të themi, me Kosovën, me shqiptar këtu, sa japin ndihmë, domethënë, për Kosovën? Jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në aspektin human. Jo kuptova. Diaspora jonë, kudo që ka qenë, për posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka kontribu shumë. Ka kontribu materialisht, ka kontribu ekonomikisht, ka kontribu me daljen protesta, demonstrata, ka kontribu me shkrimin e apeleve, peticioneve, kërkesave të ndryshme për interesat Kosovës, mirë po dhe të interesave tona përgjithësi. Domthonë është një aset i jashtëzakonshëm i shtetit Kosovës, po jo vetëm shtetit Kosovës, po është aset shumë i rëndësishëm nacional. Me ndryshimin e qeverisjes, pra, ka ndryshuar edhe raportet pak a shumë me shqiptarët dhe amerikanët në këtë rast. Flasim për Amerikanët. Fatmirësisht jo, po aludoj të bashkëdhëtarët tanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse normalisht ata mund me pas edhe unë kom një simpati edhe ju gjithë tjerët për një individ ose një parti ose një grup caktuar liderësh politik. Mirë po është fat i madh që shqiptarët tonë që më të kanë kuptuar këtë rëndësi, që pavarësisht simpatisë, kur është interesi nacional, kanë ditë të bashkohen edhe të japin votën, mirë po edhe mjetet për të dy krahët politik, edhe dy përfaqësues të dy partive kryesore Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për republikan ashtu edhe për demokrat. Andaj jo, mund me pas momente caktuar, interferenca caktuar, po megjithatë shumica është shumë e vetëdijshme që kushdo që është në president Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për neve është e mirëseardhur, ne respektojmë, e dojmë, e çmojmë, njëkohësisht presim që ta vazhdon atë punë që ka bë, atë punë mrekullueshme, të jashtëzakonshme që ka bë politika amerikane karshi çështjes së Kosovës ose shqiptare në përgjithësi, pse jo edhe ta tejkaloj ato rezultate me veprime të reja. Tregona pak a shumë sepse juve ju lidh shumë pra edhe bisedat, si me diasporën në Amerikë, po ashtu edhe me amerikanët atje shtetas që janë. Tregona pak a shumë si qëndrojnë ata, edhe nga aspekti pra i punësimeve, si qëndrojnë, flasim për një numër të caktuar pra të shqiptarve. Kanë edhe të drejtat e tyre, shumica e rrugëve janë edhe pra në emra shqip, sa i bën krenar këta shqiptar? Shumë. Kjo u dhashat përgjigjen e fundit, sepse pyetja ishte pak më e gjatë, mirë po ajo se janë krenar janë shumë me këto veprime që bë, sepse kemi disa rrugë në shtetet dhe disa sheshe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohëve të fundit është një mrekulli që mua është ka fascinon hapja e shkollave në shumë vende të Amerikës, në Kanada ose edhe në Evropë normalisht. Dhe çka është maqenesoria, po shqiptarët kanë ditë me punu, kanë ditë me vepru, kanë ditë me hap edhe media gjuhën shqipe si radiodifuzive ashtu edhe elektronike, po kanë bë shumë botime, po kanë bë shumë ekspozita ndryshme me materialet të tona, ose qoftë për piktura, skulptura, apo edhe për veshjet tonë nacionale, si është gjubleta. Mendoj që në këtë formë, përpos që kemi nderuar vetveten, kemi nderuar historinë, kulturën, mirë, por njëkohësisht e kemi promovu atë që duhet edhe shumë më fuqishëm të promovojmë, sepse sado që amerikanët ose institucionet amerikane dinë për Kosovën, mendoj që ne do të punojmë shumë më shumë që të jemi në sy në stop të tyre. Kretë këto që ka i përmende, pra, mund të themi që janë pra diaspora e Amerikës ambasador më të mirë që Amerika me njoftë pra shqiptarët më mirë, sepse ne duhet të jemi edhe falenderues për atë që na kanë bërë pra gjatë luftës, që na kanë ndihmuar, që kanë qenë kryesorët pra për çlirimin e Kosovës. Shumë mirë e thatë. Po, bashkëqytetarët tonë, vëllezërit tonë që jetojnë e veprojnë, jetojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
pavarësisht ai kanë fituar ato letra që thojmë në gjuhën popullore, green cards ose ato drejtat e tyre që të jetojnë, të punojnë, të veprojnë apo të votojnë, sepse ato dallojnë këto të drejta të caktuara. Po shqiptarët na kanë bërë shumë krenar që nga shkuarja e shqiptarit tonë parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e më tutje dhe me veprimet e tyne, me deklaratat e tyne e kemë rastin e Norit, e kemë rastin e Konicës, e kemë rastin e shumë bashkëdhëtarëve tanë që nuk kanë kursy asgjë që t'i bëjnë këto promovime. Po mirë e thatë, gjithë shqiptarët janë ambasador tanë, pa diskutueshëm edhe të mrekullueshëm që kanë bo, prapë për thëmë edhe njëre, për reportres, kanë bo shumë për çështjen e Kosovës, andaj po, ata janë aset nacional. Edhe mendoj që me listë caktuar shteti i Kosovës duhet të veprojë të jap atë konotacionit që diaspora shqiptare posaçërisht diaspora në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është aset nacional, aset shtetëror. Përmendet pak edhe çështjen e letrave, dokumentacioneve. Keni biseduar pra me dikën që ka problem ndoshta me letra, sepse kohën e fundit edhe çështja e bashkimit familjar është të zgjatur për shkak të pandemisë thuhet, ose edhe për shkak të problemeve të tjera administrative? Mirë thatë, çështja e pandemisë ka bënë ndryshime në të rregullin toksor, edhe në procedura, edhe në sjellje, edhe në konotacione të ndryshme dhe ekonomike dhe politike dhe forma të tjera. Mirë po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka, sikurse në çdo vend tjetër, është pak as më ta them kushtimisht ma problematike, marrja e vizës ose bashkimi familjar, sepse dim fort mirë që atje ka shumë kërkesa për me konë që t'jen pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po jo të gjitha dhe dojnë ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj ata për shkak të sigurie, për shkak të elementeve tjera, kanë kujdes edhe është një procedurë ndoshta paksa më e stërgjatur. Unë po shpresoj që institucionet tona do të veprojnë pak më fuqishëm, ashtu si veprojnë Maqedonasit, do të fitojnë atë drejtën ose Shqipëria e udhëtimit të lirë pa vizë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo formë do ta letonte shumë barrën e shumë bashkëdhëtarëve tanë që kanë dëshirë të bashkohen me familjarët e tyre ose shumë motra ose tona që janë të martuar ose që do të martohen ose që dash Zoti me fatë të jetë mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj po do të punohet pak më shumë nga institucionet tona që të dëshmojmë, kërkojmë, ndoshta më tepër, edhe pse prapë janë ligje strikte për këtë procedurë, mirë po pse mos kërkojmë pak më mirë, më shumë, më shpejt që veprohet ndaj shtetasve të Kosovës. Ta them edhe kushtimisht, ta kemi edhe ashtu kështu jemi të përkthjelur, po të jemi edhe pak më shumë të përkthjelur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Patjetër, edhe unë shpresoj shumë që ta kemi këtë mundësi, është mundësi e mirë sepse ne e kemi dëshmuar që edhe me liberalizimin e vizave në Evropë, pra nuk e kemi keq trajtuar, domethënë e kemi vizituar shumë vende, por jemi kthyer pra edhe në Kosovë, dhe gjëja e mirë është që t'i vizitojnë sa më shumë vendet, po nuk mund të anashkëlej edhe pyetjen amerikanët. Qysh e kuptojnë pra që është një person shqiptar, siç ka na njohin? Varet nga cili konotacion, po pyetni nderuar, sepse a do nga aspekti historik, a do nga aspekti kulturor, jo, ajo do të ishte me orë, do të kishim kohë, nuk do të mund të rrëmballaksohemi sepse po ne kemi kanë shumë faktorë që ata vlerësojnë. Ne kemi mas së pari atë përgatitjen profesionale, ato aftësitë e gjuhës, ato aftësitë e komunikimit, aftësitë bashkë organizimit ose kooperimit brenda sistemit ose brenda një jetës që e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikanët e njohin, mendoj, institucionet amerikane e njohin shumë mirë çështjen shqiptare, e njohin kulturën, e njohin traditën, e njohin gjitha finesat e tjera. Ndoshta këtë më së miri ka tregu fakti i presidentit Woodrow Wilson, atëherë kur ishte çështja shqiptare në rrezik, edhe atëherë ai intervenoi edhe nuk e lejoi që të bëhet kurja e territoreve tona, sepse kishte informacione që jemi popull me kulturë lashtë, kishte informacione që ky popull ka dhënë shumë gjatë historisë, kishte informacione që na kemi tradita të jashtëzakonshme, kemi
po pozicion jashtëzakonshëm gjeopolitik, po çka është edhe më ndoshta më e rëndësishme që populli jon, kombi jon ka dhënë gjatë historisë botës shumë personalitete, kemi dhënë Papa, kemi dhënë Nën Terezën, kemi dhënë Skënderbeun, kemi dhënë shumë nobelista. Andaj mendoj janë që janë faktor të jashtëzakonshëm edhe faktor që çojnë ujin kuptimin pozitiv, po them, ka shqisimi me sy edhe më të mirë shqiptarin ose pjesëtarin e Kosovës, si shqiptar, amerikanët, çka është më e rëndësishme, mendoj që kemi dëshmu gjatë historisë, po posaçërisht pas luftës tutje, që edhe kanë dëshmu sondazh, gjitha sondazhet tuese që janë bërë, që jemi populli më pra Amerikan në botë. Edhe apo vazhdojmë të jemi mirënjohës ndaj miqve të Amerikës? Po, jemi mirë, po mendoj që do të punohet pak më shumë. Jo rastisht e zgjata atë çështjen e përgjigjes. Apeloj shumë që institucionat tona kredibile të punojnë shumë me të rinj, sepse rinia jonë nuk janë njoftuar me ato që është bërë ndaj baballarëve, paraardhësve të tyre nga regjimi fashist serb, a gjitha ato lufta, gjitha ato persekutime, gjitha ato shkatërime, ndaj nesh, po çka është më qenësorja, do të punohet shumë sepse elementet radikale, format e tjera, format e ndryshme, mendoj që kam punu shumë më shumë se institucionet tona ose edhe ambasada amerikane, edhe pse ato edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Britania, gjithë shtetet perëndimore kanë punu shumë, kanë investuar shumë për çështjen e Kosovës. Mirë, po kanë investuar në grup plan. Për gjitha finesat prej ndërtimit shtetit, armatosje shtetit ose policisë, krijimit të institucioneve dhe gjitha elementeve të tjera. Mirë po, këto elementet radikale në performat me mënyrën e tyne kanë depërtuar familje. Mendoj që duhet pundohet shumë më shumë. Unë nëse më lejon juve dhe kolegët juaj do t'ja dhuroja nga një penë, një flamur amerikan edhe të Kosovës, me shumë respekt për kërkojën që na keni dhënë jo vetëm se ju si gazetare, ai si kamerman, mirë po çka është më censorja, edhe KTV-ja si institucion informativ na ka dhënë për kërkojën dhe na ka hap portën sa kemi pas nevojë. E vlerësoj shumë edhe besoj që këmë majtë kujtimin më të bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë për këto informata që ndohet me shikuesit tonë. Faleminderit për bashkëpunimin që çdo herë e kemi për tema të ndryshme dhe shpresoj që të kemi edhe tema të tjera për çka kemi me folë rreth miqve të Amerikës, rreth Kosovës e gjitha të tjera. Faleminderit juve, faleminderit mediumet KTV edhe me organizatat e gjitha mediumet tjera në Kosovë dhe në rajon edhe në botë, faktikisht sepse na kanë përkrah me vite, mirë po kisha shfrytzuar rastin që institucionet tona kredibile, qeveri, ministri, formojnë trupa të ndryshëm me qëllim të bashkëorganizimit të aktiviteteve edhe lobimit më fuqishëm me lobistat tonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ftojnë sa më shpesh në Kosovë, të formulohet aty gjithë aty në personaliteteve, dhe s'ka indikacione dhe kam pas veprime nga institucionet edhe komunale edhe qendrore, me njohje, me rrugë, me gjitha tjera. Mirë po mendoj që ata njerëz kanë bërë shumë, andaj do të bëjmë edhe na shumë më shumë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. E një gjë të tillë, pra do të ishte shumë mirë bashkëpunimi Kosovë-Amerikë në të gjitha, pra edhe në aspektin ekonomik, politik e të tjera. Faleminderit shumë për këto informatat. E Agnesa me kaq po e përmbylli këtë lidhje direkte, linjën po e kaloj tek ju në studio.